Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta për një gjumë sa më të mirë. Nëse keni probleme me gërhitjen, kjo është zgjidhja e shumë pritur. Gërhitja është një problem për pjesën më të madhe të njerëzve. Mund të kthehet në një problem dhe një shqetësim për ju dhe njerëzit përreth jush. Për fat të mirë ju mund të shpëtoni nga problemi i gërhitjes me disa metoda tërësisht natyrale. Gërhitja ndodh kur fyti juaj është fryrë duke bllokuar rrugët e frymëmarrjes dhe kështu rezultati çon në gërhitje sa herë që ju të merrni frymë. Këtu ju do të mësoni listën e ushqimeve që ne do t'ju sugjerojmë për të parandaluar problemet me gërhitjen. Mjalti. Mjalti është një ushqim fantastik edhe për të parandaluar gërhitjen. Ka veti antiinflamatore të cilat ndihmojnë në lirimin e rrugëve të frymëmarrjes. Mjalti gjithashtu funksionon si një kurë natyrale e cila çliron dhe relakson fytin tuaj. Mund ta konsumoni në mënyra nga më të ndryshmet, një lugë çaj para gjumit në ushqime apo edhe në çaj. Qep. Qepët kanë veti të mëdha antiinflamatore dhe janë ndihmëse të mira të çlirimit të hundëve për personat të cilët vuajnë nga alergjitë apo ftohje. Kur hunda dhe fyti juaj janë të pastër dhe të lirë, ju mund të arrini që të merrni frymë lirisht pa gërhitur. Mundohuni që të fusni sa më shumë pjesë në regjimin tuaj ushqimor. Vaj ulliri. Merrni një lugë gjelle me vaj ulliri dhe pijeni çdo natë përpara se ju të shkoni për të fjetur. Gjithashtu, duhet të dini se vaji i ullirit lubrifikon fytin dhe zbut gërhitjen. Hudhra. Njësoj si qepa edhe hudhra funksionon si një antibiotik çlirues për hundët dhe fytin. Përdoreni qepën si një pastrues natyral duke e shtuar atë në gatimet tuaja. Çaj. Të gjitha llojet e çajit do t'ju ndihmojnë në reduktimin e gërhitjes, veçanërisht çaji i hithërës. Çaji gjithashtu do të relaksojë trupin dhe mendjen tuaj para gjumit. Mund të përdorni çaj mali, mente, çaj jeshil apo llojin i cili ju gjendet ju në shtëpi për momentin. Kombinimi perfekt për një gjumë të qetë do të ishte në qoftë se çajit do t'i shtoni edhe pak mjalt. Pagjumësia është një problem shëndetësor që shkakton shumë të lashe në organizëm. Miliona njerëz në botë stërmundohen gjatë natës pa vënë gjumë në sy. Shumica e pacientëve nga ana tjetër gjatë natës rrinë pa vënë gjumë në sy dhe përdorin ilaçe të ndryshme, të cilat më pas shkaktojnë urdhë, konstipacion, marramendje dhe varësi. Të dhënat tregojnë se medikamentet nuk ofrojnë kurrësi një zgjidhje të mirë dhe pa efekte anësore e cila mundësohet nga kurat natyrale. Çaji jeshil. Çaji jeshil ofron disa aminoacide të cilat e qetësojnë organizmin gjatë ditës, por edhe nxisin një gjumë tepër të thellë në mbrëmje. Këto aminoacide njihen si teanin, të cilat mund të gjenden edhe si suplement për gjumin. Çaji i kamomilit. Ky çaj është jo vetëm i shijshëm, por është edhe efikas për gjumin. Ai funksionon si një qetësues bimor. Ky çaj qetëson nervat, ul ankthin dhe zbut simptomat e pagjumësisë. Valeriana. Njësoj si në rastin e kamomilit, bima e valerianës është përdorur prej mira vitesh kundër pagjumësisë dhe ankthit. Ajo ka tendencën të ofrojë qetësim shumë shpejt dhe ardhjen e gjumit sa hap e mbyll syt. Shkencëtarët gjithashtu besojnë se valeriana rrit nivelin e acidit gamma aminobutrik në tru dhe mban atë të qetë. Sidoqoftë, kjo bimë nuk është ideale për një përdorim afatgjat kundër pagjumësisë. Lulja e pasionit apo lule sahati. Në fillimet e saj, lulja e pasionit apo lule sahati është përdorur për të trajtuar histerinë dhe nervozizmin. Ekspertët shpjegojnë se kjo lule rrit nivelet e acidit në tru dhe rrit ndjesinë e qetësisë.
Receta e duhur për një gjumë të qetë. Përbërësit që juve do t'ju duen janë 200 ml qumësht, një lugë çaj me mjalt dhe një pikë ekstrakt vanilje. Udhëzimet: ngrojeni qumshtin në një tenxhere dhe përpara se të marrë val, hidheni në filxhan, më pas shtoni vaniljen dhe mjaltin. Përzijeni mirë dhe pijeni ngadalë përpara se të shtriheni për të fjetur. Me këtë kur mendohet se pagjumësia nis edhe nuk bëhet më problem, madje mund ta ndjeni efektin që në filxhanin e saj të parë. Suksesi i kësaj kure sipas informacioneve i atribohet përbërësve të saj të mrekullueshëm të cilët lehtësojnë ardhjen e gjumit dhe ndihmojnë trupin tuaj të qetësohet. Stresi i përditshëm ka ndikim në orën dhe në cilësinë e gjumit. Nga ana tjetër, pagjumësia mundet që të shkaktojë probleme serioze në shëndet, ndaj orët e pushimit të natës duhet që të kthehen në prioritet për çdo i cili ka orë të lodhshme pune. Ata të cilët kanë probleme me pagjumësinë munden që të provojnë çajin me banane të zjera. Bananet së bashku me lëkurën e tyre janë të larta në magnez dhe kalium. Magnezi është jashtëzakonisht i dobishëm në rastin e çrregullimeve të gjumit dhe njëkohësisht siguron qetësi. Siguroni që të përdorni 100% banane organike, të cilat janë të pastra nga kimikatet dhe pesticidet. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një banane organike, një tenxhere të vogël me ujë dhe një shkop kanellë. Përgatitja: së pari prisni skajet e bananes, zhvisheni atë dhe vendoseni në tenxhere me ujë të vluar së bashku me lëvozhgën. Lëreni që të vlojë për 10 minuta dhe pastaj kalojeni në kulles. Shtoni pak kanellë dhe pijeni atë përpara se të shkoni për të fjetur. Frutin e mbetur mund ta përdorni për të përgatitur një ëmbëlsirë të shijshme. Çaji me banane është një mënyrë shumë e mirë për të trajtuar problemet e gjumit. Ajo është plotësisht e natyrshme, e sigurt dhe e dobishme. Gjumi cilësor është një nga gjërat më të rëndësishme për shëndetin ton dhe një gjumë i mirë gjatë natës është po aq i rëndësishëm sa ne të ushqehemi shëndetshëm. Sigurisht ju duhet të dini se shumë njerëz luftojnë me mungesën e gjumit, por edhe me pagjumësinë. Në mënyrë që trupi juaj të mbushë të gjithë bateritë e tij për ditën e nesërme, i nevojiten mesatarisht 7 deri në 8 orë gjumë të patrazuar. Ajo që ju pini para gjumit mundet që të ketë një ndikim tepër të zakonshëm tek mënyra juaj se si flini dhe tek cilësia e gjumit. Atëherë, pija e parë disponueshme për të gjithë është padyshim uji. Shumë njerëz mbajnë një shishe me ujë pranë shtratit të tyre dhe kjo nuk është pa arsye. Uji nuk ka sheqer, shuan etjen dhe nuk përmban kalori. Rekomandohet që ju të konsumoni më shumë gjatë ditës në mënyrë që të mos zgjoheni duke shkuar në tualet në mbrëmje. Rekomandohet që ju të konsumoni më shumë gjatë ditës çaj bimor i cili ka një efekt qetësues për trupin tuaj. Veçanërisht rekomandohet çaj i borzilokut i cili ul nivelin e kortizolit dhe të stresit. Kamomili, çaj valerian dhe nenexhiku janë të përshtatshëm për një gjumë tërësisht të qetë, relaksim dhe lehtësim të stresit. Qumshti ngrohtë para gjumit është jashtëzakonisht efektiv edhe pse kjo nuk është një pije e preferuar për shumë njerëz. Për të ulur shijen e laktozës, mund të përzjeni në të një lugë çaj, mjalt, karafil, kanellë ose shafran indie, i cili ka një efekt antiinflamator. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.